Sot në 1 maj në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Vlorë nuk pati protesta apo manifestime të organizuara, ndryshe nga çfarë kjo datë simbolizon tradicionalisht. Megjithatë, qytetarët zgjohen ta shijojnë këtë ditë si një fest, duke shfrytzuar për të pushuar dhe për të kaluar kohë me familjen. Tani ikën ato ditët kur dita e 1 majit e gjithë klasa punëtore e Shqipërisë demonstron dhe para udhëheqësit të fitoret e komunizmit dhe socializmit. Sot punëtorët duhet demonstrojnë në fakt për të kërkuar të drejtat e tyre, liritë themelore të njeriut për të mbrojtur, që tek ne nuk ka fuqi punëtore dhe nuk demonstrojët kjo. Vazhdon ajo vazhda e 35 viteve më para që gjithë qytetarët e Shqipërisë, një pjesë, më themë mirë, që duan të kalojnë si ditë feste. Dorsa ne vlonjatët preferojmë tu Buzdetit, të kalojmë ne jemi 12 muaj vitit, jo vetëm ditë e 1 majit. Por ne është ditë e zakonshme. Jo, absolutisht. Po në vend që punëtorët sot këtë ditë të manifestojnë protesta, greva, vazhdon ajo tradita e vjetër që duhet të hanë të pinë dhe të kalojnë një lloj feste. Sepse s'kanë mësuar akoma që shkelen me këmbë nga pronarët e tyre. U mohohet një pushim, u mohohet orët e zgjatura dhe kjo jo vetëm te privati, po u mohohen edhe punonjësit e tjerë që punojnë në gjoja në ndërmarrje shtetërore. Dhe në vend që këtë ditë duhet ishin mbushur rrugët me protesta, përkundrazi bëjnë të kundërtën e vazhdon akoma për ta kthyer në ditë feste. Po normal protest, po tash unë jam i vetë punësuar edhe për çfarë do protestoj. Po ne kemi si traditë, na kanë ngel si traditë që nuk protestojmë për asgjë, festojmë. Do fest fetare, çdo fest nacionale, çdo fest, më thonë e kupton? Nuk kemi kulturën e protestës. Ato ko jemi lodhës bëjmë më tani. Tani du më pushojmë, jemi moshe vjetër. Kemi zgjedhur të pushoni në anë të detit. Po, në Vlorë, po, në Vlorë. Ju jeni nga Vlora? Origjina këte është, po lejë në Tiranë. Lindur e rritu në Tiranë. Si është kjo dita 1 maj, si duhet të ishte? Po tani në atë kohë ishte si ishte. Tani ja, ne po dalim mosha jo, dalim pushojmë këte ja. Që mund të bëjmë tjetër ne? Është shumë e qetë, shumë e fjetur si ti. Që mund të bëjmë tjetër? Indiferentizmi ka arrit kulmin, jo më shumë indiferent se sa e shikojnë që s'po ja dalin dot. Ato isha duke parë tani, po shikoja se çfarë po ndodhte. Por absolutisht asgjë. Asgjë. Në një kohë që Jo, fare, një respektim minimal. Ne si kemi fëmijët këtu fare. Kanë studiuar jashtë dhe qëndrojnë jashtë. Dhe po të kthehen këtu, ata nuk janë në gjendje, sepse këtu ka gjithçka dhe nuk ka kryesoren, rregullin, drejtësinë, ligjin, nuk zbatohet ligji as gjikundi. Lungomare e Vlorës u mbush sot me vizitor, ku vlonjatët dhe pushuesit zgjohen të shëtisin përgjatë Bregdetit në një atmosferë të qetë pranverore.